Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të prekur pak një temë të ndjeshme dhe për të folur për këto portalet, për këto kanalet që vdesin për një like, që mundohen të shkruajnë tituj jo profesional, vetëm e vetëm që sipas mendimit të tyre mendojnë që arrin misionin, mendojnë që arrin qëllimin, mendojnë që arrin kanë arritur të prekin majat me dorë. Shon, po të futem në Facebook, po të futem në Instagram, po të futem në për Google dhe të klikoj emrin e gjestit për Halloween, më shot sa tituj skandalos, shot sa tituj të tmerrshëm. Dhe titulli më i fundit që unë e pash, nuk e di nëse më ka mbetur këtu në telefon, është ky titull që do të thënë më ka ikur. Një portal shkruante në mënyrë shumë të tmerrshme që gjesti vishet Halloween me të zeza pas humbjes së vllaut edhe rikthehet në sken. Tani nuk e di se sa pa shpirt duhet jemi, sa çnjerëzor duhet jemi për të shkruar këto tituj dhe për të marrë disa komente dhe disa lajka dhe më e keqja nga njerëz të cilët nuk arrin dot të kuptojnë se përse 360 Music, kompania që menaxhon Gjestin, që menaxhon Yllin, që menaxhon Melindën e shumë artistë të tjerë, e ka bërë këtë set fotografik. Në këto fotografi nuk është vetëm Gjesti. Do me thënë, është Ylli Limani i shëndruar në Halloween, është Gjesti i shëndruar në Halloween. Do me thënë, ka qenë një rrugtim që kompanit ditën e djeshme e kanë bërë, për shembull, ka bërë dhe Luizi, ditën e pardjeshme ka bërë dhe Luizi, ka bërë dhe Kiara, kanë bërë shumica e artistëve fotot e tyre të veshur si Halloween. Tani, në qoftë se ne jemi kaq të pashpirt dhe një fotografi mundohemi ta çorientojmë kaq shumë edhe t'i japim kontekste të ndryshme vetëm e vetëm për disa klikime, kjo është e turpshme. Kompania 360 në këtë set fotografik, të cilin e ka postuar në Instagram, ka postuar fotografi të më përparshme ku Gjesti dhe Ylli kanë xhiruar klipet e tyre. Do të thënë, ju e dini shumë bukur që gjatë realizimit të një videoklipi, gjatë xhirimit të një videoklipi, artistët normalisht punojnë dhe sete fotografike. Do të thënë, nxiren fotot të tyre, punohen fotot të tyre etj, por jo deri në këtë pikën që njerëz të pa cip, do ta them, keq përdorin emrat duke thënë që është rikthyer në sken, është veshur me të zeza, kjo është e turpshme. Unë mendoj që derisa ne jemi gazetar, në fund të ditës duhet jemi njerëz dhe jo të marrim të drejtën, të keq përdorim emrin e një kompanie, të keq përdorim momentin e një kompanie për disa klikime. Do me thënë, fotografit të cilat kanë dalur, me aq sa unë kam arritur t'i analizoj, t'i studioj, sepse kam qëndruar një gjysmore duke i parë, janë fotografi të marrura nga puna që është bërë më herët me Gjestin, me Yllin. Do me thënë, ju e mbani mend që Gjesti solli një fotosesion që ishte me ruza në kokë. E mbani mend shumë bukur këtë pjesën. Që thuhej që do binte një këngë i veshur me një maicë të zezë, për maicën të cilën flitet sot që Xheneta Fetoe ka përdorur te klipi Haram, dhe në këtë fotosesion 360 ka nxjerrë dhe disa fotografi të tjera që nuk ishin publike, që Gjesti ishte i ulur në një karige etj. Do me thënë, është një diçka që i takon asaj kompanie që e ka bërë dikur, por jo që Gjesti ka dalë dhe ka bërë fotografi pikërisht për Halloween. Do thënë, le të mos e dezinformojmë publikun me lajme të rreme, sepse shoh ca komente dhe nuk e di, domethënë, si mundet edhe qytetarët besojnë në një gjë të tillë kur Gjesti nuk ka bërë akoma asnjë lëvizje. Unë mendoj që lëvizja e Gjestit do të ishte një këngë kushtuar vllaut të tij, dhe një këngë e cila
do ta shprehte dashurinë, emocionin dhe dhimbjen shpirtërore të gjestit, por jo veprime të këtilla, ndërsa me të drejtë 360-a mund të punoj fotografitë e tij sepse kanë kontratat, kanë afrimitetin, kanë shoqërinë, kanë dashurinë për njëri tjetrin dhe nuk ka bërë asnjë gjë të keqe që ka punuar një fotografi të gjestit apo qoftë të yllit apo të Melindës apo të dikujt tjetër. Halloween vetet një ditë me shenjë, një ditë që nuk është paleçar, thjesht një ditë me shenjë dhe mendoj që kompanitë kanë të drejtën të punojnë. Andaj, doja të sqaroj pak publikun që nuk ka të bën me këto titujt skandalos që ndodhin nëpër portale, që ndodhin nëpër gazeta, por ka të bën me një vepër të një kompanie që e ka bërë në shenjë respekti të imazhit të kompanisë së vet. Dhe nuk ka të bën fare me lajme të cilat mua në fakt më kanë trondhitur dhe më kanë shokuar deri ku mund të shkoj gazetaria për të krijuar disa lajka, për të marrur disa share dhe për të marrur një vëmendje, sepse këtu luftohet për vëmendje. Dhe ky ishte sqarimi që unë doja ta bëj me ju, që do të thënë janë fotografitë më hershme që kjo kompani ka përdor me të drejtën e vet sepse janë fotografitë e veta dhe e ka sjell në një formë një energji të bukur, ndoshta pak për t'ia hequr dhe gjestit mendjen dhe për të munduar që deri diku ta rikthen në skenë në një formë më të mirë, do të thënë qëllimi gjithmonë ka qenë i mirë. Ky ishte sqarimi që unë doja të jap për të mos qenë publiku i dezinformuar, sepse shikoj nëpër komente, shikoj nëpër live kur unë futem që më shkruajnë komente që realisht nuk kanë të bëjnë fare me realitetin se çfarë është duke ndodhur.